Po, realisht problemi është që ne kemi pas zgjedhje në Shkurt dhe sa muaj kanë kalu që nuk kemi as qeveri të re. Normalisht që zoti Kurti ka 48 deputet dhe është dashur me bo një koalicion të thjesht me 61 numra për krijimin e qeverisë. Pra është e pafalshme kur ke 48 deputet dhe nuk jenë gjendje me zgjidh një numra të thjesht për qeverinë, atëherë ti nuk jenë në gjendje as me qeverisë me vendin. Ky është problem, unë kujtoj mendësisë politike që e karakterizon zotin Kurti dhe realisht me këtë problem ne po ballafaqohemi sepse nga qeverisja e tij nuk na u ka nal krizat me Kosovën, pra kur nuk patëm qetësi politike, po gjithmonë hynëm në sanksione, hynëm në krizat vazhdueshme. Po është zoti Kurti si politikan që nuk ju përshtat zoti Biden, nuk ju përshtat zoti Trump, nuk ju përshtat dialogu strategjik, pra e humbi edhe dialogun strategjik, nuk ju përshtat asnjë nga Bashkimi Evropian nga meqton, nuk ju përshtat asnjë shqiptar në Maqedoni, Shqipni dhe në Preshev, pra e përçau këtë skenën politike dhe normalisht që retorika e tij është izoluese, sepse ne nuk po izolojmë Kosovën si opozit, po thjesht krejt kjo situatë politike të cilën e ka karakterizu zotin Kurti gjatë kësaj qeverisje është izoluese, pra ne nuk kemi ecë përpara, ne jemi në regres, edhe pikrisht kjo situatë është edhe që LDK-ja nuk mund të bëj koalicion me zotin Kurti pikrisht për shkak kësaj situate politike. Unë kujtoj që ne kur më shumë se sot është dashur të jemi një skenë e qetë politike, pra pa këtë përçarje në skenës politike dhe pikrisht për këtë arsye LDK-ja ka dalë edhe me një qeveri të përbashkët, qeveri ku liderët politik do të ishin anash kësaj qeverie, një qeveri ekspertëve e cila pastaj vendin e çon në një tranzicion 8 mujor apo një vjeçar dhe pas një vjetëve mund të prodhojnë zgjedhje të reja. Këto 8 muaj apo një vjet do të punoj në ekonomi, sepse jemi buz një kolaps ekonomik, do të punoj në marrëdhënie më të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet Evropiane dhe normalisht do të zgjidhet edhe problemi i presidentit si problem i cili na vjen der pas 4 muajsh. Pra me këtë logjik unë kujtoj që zoti Kurti do duhet të udhëhiqej, sepse me këtë logjik vendi nuk hyn në krizë, vendi krijon alternativa për momentin dhe pas 8 muaj apo një vjetëve na hym në zgjedhje të reja. Çka prodhojnë sot zgjedhjet e reja? Sot zgjedhjet e reja pra prodhojnë krizë. Do më thënë, ne hym në zgjedhje të reja, pas gjithë probleme të vjetra dhe unë kujtoj që pikrisht ajo që karakterizon zotin Kurti është kriza. Do më thënë, nuk është rrit në një frymë unifikimi, po është rrit në frymën e krizës dhe pikrisht në këtë frymë aje gjenë edhe vetveten. Po unë thash që zoti Kurti, unë kujtoj që është nxënësi Recep Qosjes që kur LDK nuk e ka dashur. Realisht gjithmonë ka pas në skenën politike LDK-ja dy parti cilat kanë frymu, një që ka qenë LDK-ja dhe pjesa tjetër që ju kanë bashkangjit zoti Qosja, pjesa e ilegales dhe të partit që frymojnë në këtë logjik. Kështu që zotin Kurti LDK-ja pengon që nga koha kur është kriju si politikan, i ka pengu zoti Rugova dhe gjithë liderët politik dhe në këtë frymë kujtoj që zoti Kurti do duhej që të lënë mendësitë e vjetra dhe të nisme me mendësi të reja, por normalisht që zoti Kurti është peng i kësaj mendësie dhe unë besoj që nuk mund të reformohet në logjikën e zhvillimit proceseve përpara. LDK-ja ka qenë e qartë edhe në fillim, ka qenë e qartë edhe në fund që ne nuk bëjmë koalicion me lëvizjen vetvendosje, rruga ka qenë e hapur, ka mujt me bë koalicion me nismën dhe partitë të tjera, por nuk ka qenë vullneti i zotit Kurti. Shumicën e kësaj kohe sa e pat që për me mandatimin e kaloi jashtë Kosovës apo edhe në zgjedhjet komunale, e unë kujtoj që zoti Kurti do duhej të mirrej me problemin e Kosovës, sepse ka izolu Kosovën dhe Kosova kur nuk ka qenë në gjendje më të keqe se sot. Jo, unë kujtoj që në frymën e bashkëpunimit partive politike do duhej që skena të shiqoj kështu.
Kur gjë nuk ka të keqe që me pi kafe edhe me zotin Kurti, edhe me pjesë, sepse ne duhet ta shohim skenën politike të qetësume, jo të tensionume, sepse në fund të ditës në problemet më të mëdha të vendit duhet të bëhemi bashkë dhe normalisht që në këtë logjik nëse e shohim siç e sheh zoti Kurti, atëherë ne jemi këtu e 5 vjet të izoluar ashtu siç e sheh mendësia e tij politike.